Besoj ko është bon, nuk im të prit dikën tjetër. Pripolve ju, a? Atëherë gjykata themeluar në Prishtinë, departamenti special, me trupin gjykues në përbërje nga gjyqtori Leon Përloska, kryetari i trupit gjykues, gjyqtarët Kushtim Shryti dhe Rahman Beqiri, anëtarët e trupit gjykues, në çështjen penale ndaj të pandehurët Samil Ushtaku, Rustem Rukulli, Recep Gjuta, Fatmir Mjoku, Ismet Hoxha, Skender Tahiri, Shremet Jashari dhe Bajram Dibroni, të akuzuar për vepra penale pengim të dëshmisë apo të procedurës zyrtare, si dhe friksim gjatë procedurës zyrtare në bashkëkrye, nga neni 394 paragrafi 7 lidhur me paragrafin 5 dhe nenin 31, si dhe nenin 395 lidhur me nenin 31 të KPK-s dhe veprën penale pjesëmarrje në një grup të organizuar kriminal në bashkëkrye, nga neni 283 paragrafin 1 dhe 2 lidhur me nenin 31 të KPK-s, si pas aktakuesës së Prokurisë Speciale të Republikës së Kosovës në nshenjën PPS 6714 të datës 17/11/2016. Trupi gjykues vlerësoi se kjo gjykatë është kompetente në pikpamje lëndore dhe territoriale për të vendosur në këtë çështje penale dhe se nuk ka nevojë për rihapjen e shqyrtimit kryesor. Andaj, duke vendosur për çështjen penale që është objekt shqyrtimi, trupi gjykues një zëri në emër të popullit merr këtë gjykim të pandehurit Samil Ushtaku, Rustem Rukulli, Recep Gjuta, Fatmir Mjoku, Ismet Hoxha, Skender Tahiri, Shremet Jashari dhe Bajram Dibroni, me të dhënat e tjera si në shkresat e lëndës, lirohen nga të gjitha pikat e aktakuesës. Për shkak se vesh runë qetësinë. Për shkak se nuk është provuar se kanë kryer vepra penale, pengim të dëshmisë apo të procedurës zyrtare, si dhe friksim gjatë procedurës penale në bashkëkrye nga neni 394 paragrafi 7 dhe 5 lidhur me nenin 31, si dhe nenin 395 lidhur me nenin 31 të KPK-s dhe veprën penale të pjesëmarrjes në një grup të organizuar kriminal në bashkëkrye nga neni 283 paragrafin 1 dhe 2 lidhur me nenin 31 të KPK-s. Shpenzimet e procedurës penale mbeten në barrën mjetë buxhetore të gjykatës, si dhe refuzohet propozimi i prokurisë për konfiskim. Uli, një arsyetim të shkurt. Atëherë gjykata themeluar Prishtinë, departamenti special, kur vendosi si në dispozitiv të këtij aktgjykimi, sa i përket vendimit për fajësinë u mbështet në provat e administruara në shqyrtim gjyqësor, realisht kur vendosi që të pandehurët të shpollen të pafajshëm, realisht gjeti se faktet të cilat mbështetet aktakuza asnjëra nga provat nuk i ka vërtetuar të njëjtat dhe nuk i ka vërtetuar asnjëra nga provat relevante mbi të cilat u ndërtu kjo aktakuzë. Me theks veçantë, kjo gjykatë e vlerësoi dëshminë e dëshmitarit të emërtuar si dëshmitari C e i dëgjuar në shqyrtim gjyqësor, ku i njëjti e mohoi kategorikisht se të pandehurët kanë ndikuar tek i njëjti për ndryshimin e deklaratës në një procedurë tjetër. Dhe në anën tjetër, gjykata, siç u tha, nuk gjeti asnjë provë bindëse me të cilën do të vërtetohej fajësia e të pandehurëve në këtë rast. Arsyet më të detajuara sa i përket këtij vendimi të gjykatës, gjykata i jep në aktgjykimin në formë të shkruar, të cilët palët do ta pranojnë brenda afatit të parapor ligjor. Kundër këtij aktgjykimi, pala pakënaqur ka të drejtë ankese në afat prej 30 ditësh nga dita e pranimit të vendimit në formë të shkruar. Ankesa paraqitet në këtë gjykatë për gjykatën e apelit në Prishtinë. Ky është vendimi i kësaj gjykate. Ditën e mirë. Ja.